Miqdashur, u rikthyer në pjesën e tretë dhe të fundit të emisionit për ditën e sotme. Në studio e kemi doktoresh Rita Berisha nga Spitali Amerikan. Tashmë jemi në sezonin e dimrit dhe në shumë familje kryesisht mbizotëron tofja, kolli, temperatura, gjitha këto edhe do shta shpesher më të ndjeshmit janë edhe fëmijët. Mirë po, a duhet shqetësohen prindrit, a është grip sezonal, ose kur duhet shqetësohen edhe si të mbrohem e shumë qka tjetër, do të flasim gjatë minutave në vazhdim me doktoresh Rita. Rita Berisha Demire, se për pak të harova në vjemrin e burrit. Ska lidhje, mirë mëngjesi, doktoresh, dhe faleminderit që je sot me ne. Faleminderit për ftesën. Atëherë, doktoresh, tashmë vështirë se jemi në sezonin e dimrit dhe sot pothuajse temperaturat ndoshta janë shumë të ulta. Kur janë të ulta mirë është, ma mirë është, sepse virusat mas shumë të jetojnë në temperatura kështu mesatare, jo shumë të ftoftë, edhe jo shumë nxehtë normal. Do më thonë prej 0 deri në 10 gradë, që ashtu shumohen mas shumëti. E kanë atë kohën. Pra temperaturat të ftohta? Do më thonë në temperaturat të ftohta, minus 10 e tenal, virusët zakonisht nuk mund të mbjetojnë shumë, edhe nuk kemi shumë virusat të mdhaj, të shpesht po mendoj. Mirë po temperaturat prej 0, atëre përhapen virusat shumë a shumë dhe ajo, do më thonë, tereni ma i përshtatshëm është në ato temperatura për të zhvilluar këta virusa. Nese, si do qoftë, do më thonë, sezona e dimrit apo sezona e griprave, fillon kështu është më e shpeshta dhe më e shumta prej nëndorit deri ka shkurti marsi. Atëherë e kemi atë vlugun e këtyre virozave. Mi po ka shi këtyre temperaturave janë më të ndjeshëm fëmijët, apo të rriturit, apo virusi prek kudo? Prek kudo, mirë po, natyrisht që virusi prek kudo, edhe është shumë kontagjios, është i ngjitshëm, mirë po, jo të gjithkush shkakton të njëjta simptome si kur të një dikush tjetër. Për shembull, ne jemi paksa të imunizuar, sepse gradualisht ka një virus i vogël për bon organizmin ma imun dhe po kemi sensibilitet, do me thonë, jemi të, ata jo ndjeshmëria jonë është e madhe dhe krijon antitrupa ndaj çatij virusit. Që kjo është edhe qëllimi i vakcinës, vakcinat kundër gripit ose kundër smundjeve tjera ngjitse, qëllimi është që mos të shkaktoj smundje, por të shkaktoj një mbrojtje, një përgjigje imunologjike. Kështu që prapë se prapë më të ndihshmit janë normal fëmijët e vegjël, foshnjë, do me thonë, deri ka mosha 5 vjeç, prej lindjes e deri në 5 vjeç, mande janë gratë shtatzane, mande janë të smuarit kronik, që kanë smundje kronike, edhe të moshuarit natyrisht. Mirë po, gripi tek fëmijët është diçka normale, apo duhet shqetësohen prindrit? Kur duhet të shqetësohen janë disa kufi, do me thonë. Shqetësimet janë kur duhet të shqetësohet dhe ta marë dhe ta dërgoj fëmin të mjeku, është ajo kohë kur fëmija është tepër i lodhur, kur ka përgjumje, kur ka humbje të oreksit, nuk kanë, nuk pen as pak, dhe temperaturat qëndrojnë shumë të larta mbi 40 gradë. Atëherë duhet të shqetësohet prindi edhe ta dërgoj me njëherë të mjeku. Mirë po kohëve të fundit cilat kanë qenë ndoshta ankesat më të shpeshta? Po, si vjetë kemi pas shumë viroza, edhe ata, ky virusi sezonal, do me thonë gripi sezonal, që shkakton influenza A dhe B. Unë kam pas aty rastin t'i kontrolloj shumë fëmijë dhe disa prej tyre i kam dërguar dhe të testohen dhe kanë dalë që janë të infektuar nga virusi i influencës, që është në fakt ky virusi që shkakton gripin, sepse duhet të dallohen ftofjet e thjeshta, rrufat, do me thonë disa rinite, ku kemi vetëm rrjedhje të hundës, aty këtu një temperaturë jo shumë e lartë,
por gjendja përgjithshme e fëmijës është e mirë, ai i kryen ato aktivitetet e përditshme njësoj si kur s'ka qenë i smut, si kur është i smut. Mirë po gripi, virusi influencës A, B e tjera edhe viruset tjera që shkaktojnë gripin, gripi derit që janë që njihen edhe në është akoma aktiv, nëse mund të them prezent. Po, akoma është prezent dhe akoma është aktiv. Ndërkohë flasim edhe për Covid, potencialisht disa pretendojnë se kanë Covid, a janë akoma prezente këto virusa? Janë, edhe Covidi është prezent, do më thonë nuk po shkojnë të gjithë të testohen, mirë po unë kom pas raste që do më thonë janë testu, kanë dalë edhe Covid pozitiv. E ka fuqinë si kur para disa viteve? Jo, po në disa raste po, sepse disa fëmijë kanë lindë pas periudhës së Covidit dhe ata nuk kanë imunitet fare, nuk kanë pas për Covid. Do më thonë, as kanë qenë të vaksinum, as nuk kanë pas ma heret smundje nga Covidi që të kenë një imunitet. Kështu që ata po e përjetojnë, si kur ma heret Covidi kur ka qenë të fëmit. Nësë të fëmit nuk jo që ka shkaktu shumë edhe atëhere shumë dame të mdoja, por prapë se prapë dikon po, për shembull komplikimet më të mëdha, po janë pneumonit, ndezit e mushkrive, që po ndodhin edhe tani, ka ndodhur nga Covidi, mirë po ka edhe prej gripit sezonal, prej influencës. Mirë po çka du të kenë parasysh prindërit, ose si të kujdesen prindërit që t'i mbrojnë fëmijët e tyre? Po, prindërit çështja e parë apo gjëja e parë që duhet të kujdesemi është që mos t'i ekspozojmë fëmijët në ambiente të mbyllura ku ka shumë fëmijë tjerë ose ku ka shumë njerëz, grumbull njerëzish. Domethënë këto qendra tregtare, fëmijët te lodrat aty zakonisht i marrin. Socializimi më i madh, kontakti më i madh. Kom që me thonë qerdhe duhet me qu nana se nana punon, por të jetë e kujdesshme dhe do me thonë ta vrej momentin kur duhet ta dërgoj fëmijën te mjeko dhe të jetë e kujdesshme. I thash i përmenda ato komplikimet që mund të ndodhen, ato janë do me thonë përgjumja, janë refuzimi i ushqimit, refuzimi i gjinit, të gjitha këto shkaktojnë një lodhje të madhe, sepse ata fëmijët kanë edhe shumë dhimbje të muskujve, simptomet kryesore të gripit sezonal janë temperatura, janë kokëdhëmbja, janë dhimbje të muskulit edhe dhimbje të fytit, mirë po fëmijët nuk dinë ta tregojnë dhe ata në mënyrë të përgjithshme reagojnë dhe janë shumë më pasiv. Do më thonë dojnë vetëm të shtrihen, të disa fëmijë shkon edhe me vjellje edhe me diare. Kur fëmija e thash është i lodhun dhe nuk është aktiv si më herët, atëherë është një shenjë që duhet ta dërgon fëmijën te mjeku. Jo pa, duhet ndoshta krahas këtyre të kujdesemi pak edhe për ushqimin. Natyrisht që po, po kur e refuzon ushqimin, pak me çajra, me perime. Duhet me asistu, duhet të bëhet rehidrimi. Kjo është, do më thonë, kryesorja, rehidrimi, i hup langjet fëmija, ose me temperaturë, ose me mos ushqim, ose me vjellje dhe diare, humben langjet, ato duhet të kompenzohen. Ato që ka humbën duhet të kompenzohen. Mënyrat e kompenzimit janë mënyra orale, nëse edhe në mënyrë orale nuk arrijet të bëhet kompenzimi, atër duhet të dërgohet e mjeku dhe duhet të japim infuzione. Mirë po, a mundemi me kalu gripin ndoshta edhe me këto limon, gjingjefel, pa tjetër që po. Pa tjetër që po, dhe më thonë qajna apo langje, fluide, sa ma shumë duhet të jipen, duhet të jipen antipiretik, dhe më thonë paracetamol e ibuprofen në temperaturat e larta. Mandej duhet t'i kushtojmë rëndësi higjienës, duhet të lahen fëmijët sa ma shpesh, edhe kur kanë temperaturë duhet pa tjetër që t'i bëhet një tush, tash jo për shkak të higjienës, po për shkak të ramjes të temperaturës, dhe duhet të mundohemi sa ma shumë që t'i japim fluide,
lëngje. Mos të insistojmë shumë për ushqime kështu të forta, nëse nuk ka, se është e drejtë e tyne mos me pas edhe oreks shumë, me rëndësi janë fluidet, lëngjet. Mirë po normal, kur fillon ta marë pak vetën, ushqimi do të jetë i lloj-llojshëm me pemë dhe perime sezonale. Ndoshta edhe shumë prindër e preferojnë më shumë që fëmijët të qëndrojnë brenda, ashtu të vishën trash, mos me u ekspozu shumë në ambientet jashtme, në ambientet ftofta, përsa ka nga disa të tjerë që sugjerojnë më shumë që qëndrojnë jashtë në temperaturat ftofta. Cila është ma korekte kështu? Ma korekte është natyrisht mos të jeti lakt fëmija, do më thonë këpucat e çorapat e këto, lakshti mos të kenë, nëse vishët mirë, atëre shumë ma mirë është të qëndroj jashtë në temperaturat të ftohta, se sa mrena në një grumbull të njerëzve ku mund të kenë virusat të ndryshëm. Temperaturat e ftohta e ndihmojnë imunitetin ndoshta të forcohet më shumë? Apo fëmiu të bëhet imun karshi atyre temperaturave? Qëre ekzistojnë mekanizmat të secili njeri, natyra i kalon, që kur është ftoft, atëre me njëherë organizmi mobilizohet që ta ruaj temperaturën. Temperatura e njeriu do të jetë 37 gradë, apo edhe ne me të gjitha forcat organizmi mobilizohet dhe mban atë temperaturë. Ata temperaturë e mban duke pi ujë, çaj apo fluide tjera dhe ushqimet natyrisht, sepse ato ushqimet na i sjellin, kur zbërthejnë, na i sjellin energji, e cila energji na nevojitet neve që ta mbajmë temperaturën. Mirë, po doktoresh, a vlen e këto edhe për të rriturit? Po patjetër që po. Okej, është e njëjta apo fëmijët ndoshta duhet një kujdes ndryshe? Jo, fëmijët natyrisht që për shkak të brishtësisë dhe ende nuk i kanë të gjitha ata antitrupat e shumë virusave tjerë, sepse mund ta ketë një virus, po me njëherë edhe një virus tjetër të infektohet edhe nga ndonjë virus tjetër dhe atëre mund të komplikohet situata dhe fëmija ende nuk i ka dhe më thonë sistemin imunitar ashtu të fort që ti përgjigjet të gjitha atyre, kështu që fëmija është ma i bërisht dhe natyrisht që duhet të kemi kujdes. Jo me ndajt jashtë për shembull me orë të tona, po një shëtitje e vogël është e mirë se ardhur, edhe për foshnjat edhe për fëmijët. Keni pa ndoshta edhe jo, edhe jashtë edhe i dini qysh vetë veshën prind, nese edhe që kjo pak më duket e çuditshme pak, po vetë veshën mirë me kapuqa, me dorza, me kretë, mirë po fëmijët i lojnë, për shembull pa çorapa, kur t'i shoh me kolicë, për shembull kompani Londra, dika tjetër, edhe fëmijët janë zbathun, edhe rrinë ashtu, prind me kapela, me dorza, nese. Si do qoftë, fëmijën do ta qesëm jashtë për një shëtitje çdo ditë është shumë e mirë se ardhur. Qoftë normal, minus 10 nuk jam të thonun, minus 10 gradë, sepse vetëm ajri i ftoft mund të ndikojë të disa fëmijë që kanë predispozita gjenetike për të zhvilluar ndonjë bronjet apo bronjiolet ose astëm ose kështu. Vetëm ajri i ftoft mund t'i ngacmoj, por në temperatura 0 edhe deri minus 2-3 nuk ka kurfar problemi që të dalin dhe të bën një shëtitje me fëmijët. Edhe rrjedhimisht do shta edhe trupi fiton imunitet edhe bën më imun karshi temperaturave të ftohta. Sigurisht që po. Doktoresh, faleminderit shumë për krejt këto këshilla sugjerime që na i dha. Po harova me thonëve që prind mos të nguten për antibiotik, se kjo është shumë e rëndësi. Antibiotiku nuk është ilaçi kryesor për trajtimin e smundjeve, do më thonë griprave sezonale. Gripin sezonale kalojmë vetë, organizmi vetë e lufton, e antibiotikun mund të japë vetëm mjeku, edhe atëherë nëse ka ndonjë infekcion sekondar me bakterje, sepse antibiotiki është kundër bakteries, ndërsa virusit nuk i kryen punë, bile është edhe i damshëm nëse jipët antibiotiku kur fëmija ka vetëm vetëm me sugjerimin e mjekut. Vetëm me... Atëherë kur mjeku e vlerëson kur rekomandon edhe kur e vlerëson që duhet, atëherë do të jipet. Ndërkohë, në anën tjetër, ndoshta është më mirë të trajtohet ashtu siç e përmendet ja, po? Vetë, do më thonë, nana të kujdeset për higienë, për ushqim,
për lëngje, nëse kalon 4-5 ditë me temperatura të larta shumë dhe fëmia është prap i lodhur, atëherë është shenjë që duhet të dërgohet te mjeku. Doktor Resh, faleminderit edhe një herë, ishte kënaqësi që të kishim sot në studio. Faleminderit edhe.